Mbledhja e Këshillit Bashkiak për muajin nëntor filloi pa drita për rreth 30 minuta sipas rendit të ditës. Kryetari i grupit të opozitës Kelmen Çela kërkoi ndërprerjen dhe rifillimin e mbledhjes kur të vinin dritat. Pas një ore erdhën dritat dhe mbledhja vazhdoi normalisht. Diskutimet u përqendruan tek pikat më të rëndësishme, siç është fondi shtesë për pagat dhe sigurimet shoqërore për futbollistët e klubit sportiv të futbollit të Lushnjës. Kryetaria e Bashkisë Riselda Sefa njoftoi shkarkimet dhe largimet në administrimin e futbollit. Mbas komunikimeve që kemi marrë me QKB në Tiranë, na kanë propozuar që të rimarrim një vendim që thjesht do të jetë vetëm për heqjen e tij nga ekstrakti i QKB-s dhe më pas është dhe shkarkimi i Marius Liçkës si administrator i klubit të futbollit. Kelmen Çela në fjalën e tij bëri të ditur faktin që futbolli lushnjar është në ditët më të zeza të tij, se janë të gjithë pa marrë rrogat prej 2 muajsh. Ne kemi qenë kundër herën e parë për këtë projekt vendim dhe për të qenë koherent me atë çka ne bëjmë këtu, patjetër që jemi përsëri kundër. Këtu na paraqitet vetëm një shkresë ku thuhet që kërkohet shtesë fondi për paga dhe sigurime për stafin teknik dhe futbollistë. Ndërkohë që mua, se më është adresuar mua, sikur fuqi e madhe me vota unë këtu, kam kundërshtuar dhe mua më thënë që gjithë punonjësit janë pa rroga. Gjithë stafi atje, gjithë administrata e klubit futbollit. Nuk janë vetëm stafi teknik dhe futbollistë. Mua s'm duket fare normale, siç e thash dhe muajin e kaluar, që situata në klubin e futbollit apo kudo, në çdo ndërmarrje që është miratuar buxheti në fillim të vitit, të ngeli për paga dhe sigurime shoqërore. Mua nuk e din në gjykimin tuaj, mua më duket keq menaxhim. Si pjesë e sportit që e ndjej vetëm dhe që i kanë dalë gjithmonë para kësaj, duhet që ky fond të miratohet, se meqenëse u miratuar radhën e parë të miratohet këtë radhë. Kryetaria e Bashkisë Sefa sqaron pozicionin e saj në rënien e nivelit të klubit të futbollit lushnjar. Sipas saj do të ketë penalitete financiare ndaj futbollistëve që nuk luajnë për fitore. Nëse duhen akoma në mënyrë më të detajuar, doni informacione, mund të pyesni, ju kthejmë përgjigje dhe u japim të gjithë të dokumentuar. Ashtu siç u thash dhe në mbledhjen e asamblesë së sportit, në muajin qershor keni pas raportin e auditit, bilancin dhe pasqyrat financiare ku keni pas të dhëna të çdo të ardhure dhe çdo shpenzime që ka pas ai klub. Dhe në fakt nga askush nga ju nuk ka pasur asnjë pyetje, asnjë diskutim. Kështu që kjo shtesë fondi që ju është propozuar sot, është në kuadër të asaj bisede që është bërë pikërisht në këtë sallë këshilli, ku është kërkuar që ne të ngrem një ekip si duhet. Që ekipi ka problematika, patjetër ka, dhe në mbledhjen e kaluar ja u kam thënë që i kam dhënë urdhër stafi teknik, të cilët kanë bërë procedurat që disa futbollistë të marrin dhe penalitete financiare që të kuptojnë që nuk mund të tallen me taksa paguesit lushnjak. Në debat ndërhyrje dhe këshilltari i Partisë Demokratike Ilir Marku, i cili kërkoi autobus jo të marrë me qera për sportistët. Besoj që të ardhat e transportit për mua lënë çik për dëshiruar, se ekipi Lushnjës meriton një autobus, nuk meriton të paguaj kompanitë e tjera të autobuseve që të vënë ekipet e mashave, po ekipi parë. Po të llogarisni këto, besoj se parat më të mëdha, fondet më të mëdha kanë ikë nga këto. Nuk mjafton një autobus. Duhen minimalisht 3-4, sepse kemi 9 ekipe që janë çdo javë të luajnë jashtë apo brenda. Dhe çdo javë janë 4 ekipe që udhtojnë. Dhe nuk mjafton një autobus. Ndoshta duhet një autobus vetëm për ekipin e parë, dakord. Po për akademinë i detyruar prapë ta bësh, sepse 4 autobusa, 5 autobusa nuk i mbajnë dot. Fondi shtesë për klubin sportiv të futbollit u miratua me shumicë votash të këshilltarëve të Partisë Socialiste. Kujtojmë që për shkak të mungesës së energjisë elektrike, mbledhja e Këshillit Bashkiak nuk u transmetua direkt në platformën sociale Facebook.